Nga 4 qershori, reperja shqiptare zviceriane, Loredana dhe bashkëshorti i saj Karim Adeyemi do të sjellin për publikun detaje nga jeta e tyre private dhe marrëdhënien e dokumentarin Karim dhe Loredana, Love and Drama. Në trailerin e publikuar, Ylli Boruse Dortmund shprehet: "Ne nuk jemi njerëz normal dhe asnjë çift normal", duke paralajmëruar një rrëfim të sinqert mbi jetën e tyre personale. Dokumentari nuk shmang nga temat më të ndjeshme nga e kaluara e Loredanës. Reperja e lindur në Luzern ishte në qendër të vëmendjes në vitin 2019 pasi kishte mashtruar një çift për rreth 700.000 franka zviceriane. Në trailer shfaqet një artikull me titullin "Reperja Loredana arrestohet, dyshohet se i ka marrë një çifti 613.000 euro". Gjithashtu në pamje shihet shkurtimisht dhe një nga viktimet e pretenduara të rastit, megjithëse mbetet për të parë se sa hapësirë do të kushtohet kësaj çështjeje në dokumentar. Edhe Adeyemi ka pasur përballje me polemika. Në vitin 2025 ndaj tij u lëshoi një urdhër penal për posedim të paligjshëm armësh, pasi autoritetet gjetën në pronësi të tij mes të tjerash një boks hekuri dhe një pajisje elektrike trullosëse. Në dokumentar i rrëfen donin të shkatërronin. Në prodhim pritet të flasin dhe miqtë dhe bashkëpunëtorët e çiftit, të cilët theksojnë mbështetjen e ndërsjellë që ata i japin njëri tjetrit. Në intervistat të mëparshme, Loredana ka deklaruar se ajo dhe Adeyemi janë si miqtë më të mirë dhe se synimi i dokumentarit është të përcjellë një mesazh pozitiv. Dokumentari Karim dhe Loredana, Love and Drama, premton të tregojë vetëm famën dhe sfidat e çiftit, por edhe anën e tyre më personale dhe familjare. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.